Në shkollën e mesme artistike Tefta Tashko Koço në Korçë ka nisur faza e parë e konkurimeve për pranimet e nxënësve në të tre ciklet e arsimit parauniversitar për vitin e ri shkollor 2025-2026. Drejtori i shkollës Ilir Zguri thekson se Tefta Tashko Koço mbetet një nga institucionet më të rëndësishme të formimit artistik në juglindje të vendit. Fëmijët që vinë për herë të parë ose ata që vinë për në klasat e 9-ta, priten nga mësuesit specialistë, të cilët provojnë aftësitë e tyre dhe talenti që ata kanë për degët e muzikës dhe të pikturës. Dhe nga ky moment njoftohen dhe për datat eksakte, të cilat janë për publike, si në faqen e shkollës ashtu edhe në shkollat të ndryshme ku janë vënë njoftimet për fillimin e datave të konkurseve. Dhe ata që konfirmojnë që janë fëmijë të përgatitur dhe që kanë aftësi dhe talent për të qenë muzikantë apo piktorë të ardhshëm, kryen procedurën e regjistrimit të vazhdim. Zguri nënvizon se nxënësit e kësaj shkolle kanë arritur rezultate të larta edhe gjatë vitit shkollor që sapo u mbyll, duke u vlerësuar në konkurse kombëtare dhe duke ndjekur më tej studimet në institucione të njohura brenda dhe jashtë vendit. Kjo shkollë ka një historik shumë të pasur dhe rezultate shumë të mira në përgatitjen e artistëve, të cilët sot i gjen në shtete ndryshme të botës. Dhe është një traditë që vazhdon. Kemi një numër të madh nxënësish, të cilët kanë performuar në nivel shumë të lartë. Kemi pjesëmarrje në konkurse shumë prestigjioze, jo vetëm brenda, por edhe jashtë Shqipërisë, duke filluar nga Vjena, nga Verona, Bitola, të cilat kanë konfirmuar atë që fëmijët tani janë nga fëmijët e nivelit shumë të lartë me talentin e tyre dhe kanë fituar çmimet të para në shumicë. Shkolla artistike Tefta Tashko Koço është një shkollë me traditë në qytetin e Korçës dhe ka nxjerrë ndër vite emra të njohur të artit shqiptar, të cilët vijojnë të përfaqësojnë vendin në skena të rëndësishme kombëtare dhe ndërkombëtare.